Zoti Goxha, ajo që të rrojë interes po ashtu ishte që nga truprojet që siguronin edhe jetën, le të themi, të Nicolas Maduros ishin të gjithë nga Kuba. Pse i kishte zgjedhur truproja nga Kuba dhe jo nga vendi i tij? Kishte dyshime edhe më herët ai njëjtë siç ndodhi që mund ta tradhtonin? Jo, nuk është se ishin gjithë nga Kuba, pra kishte pjesë e personelit shoqërimit të atij ishin edhe kuban. Pjesa më e madhe atyre kubanëve që ishin përveç, një pjesë ishin pjesë e shoqërimit direkt, pra ajo quhet close protection, kurse pjesa tjetër ishin pjesë që kishin shërbime inteligjente në ndihmë të sigurisë të komplet çështjeve inteligjente që ata kishin. Kjo ka ndodhur, kubanët kanë ofruar këtë ndihmë në vitin 2002 u bë në Venezuelë kur ishte Hugo Chavez president, ndodhi një grusht shteti dhe ky grusht i shtetit e hoqi Chavezin 48 orë nga pushteti dhe pas 48 orësh me ndihmën e një grupi tjetër ushtarak dhe më ndryrjen e shoqërisë civile atje dhe popullit, Chavez arriti sërish ta rimerte pushtetin dhe prej asaj kohe për garanci të këtij pushteti, pra të këtyre, duke qenë se këta i përkasin atij grupit të revolucionarëve, pasi e mbanin vetë si Chavez, si Maduro, e kanë përfaqësuar veten dhe kanë deklaruar gjithkohë që i përkasin në krau të majt, pra e kanë përcaktuar si revolucionar të majt në Amerikën Latine. Normalisht Kuba, duke qenë se mban flamurin e revolucionizmit të majt, revolucionarit të majt në vendet latine, i ofroi atyre ndihmë të bashkëpunim në ndihmë të bashkëpunimit tjetër. Pra unë po t'jap siguri, po t'jap njerëz për të bërë sigurinë tënde, ti më jep naftën edhe këto gjërat e tjera për të cilat ata kishin nevojë. Pa ishte një marrëveshje e tillë ndodhur prej vitit 2002 dhe për këtë arsye ata ndodhishin atje, por në grupin e shoqërimit Maduro nuk ishin vetëm kuban, pra ishin edhe venezuelanë edhe të tjerë. Qartë, po ashtu ka pasur paralajmërime edhe ndërhyrje ushtarake që mund ndodhi nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës ndaj ishujt më të madh që njihet paktën prej nga territori në botë, nga Grenlanda. Kjo ka nxitur edhe reagimin e Danimarkës, duke qenë se Grenlanda është një ishull autonom me pak edhe historik danez brenda saj. Sa e mundur është edhe ndërhyrja ushtarake që SBA mund bëj ndaj këtij ishulli? Gjitha këto veprime, pra në rast se do të bënte një ndërhyrje ushtarake, ai e ka ushtrinë atje. Në çdo moment mund thotë ne e marrëm atë. Problemi është që duhet ta marrë nga ana administrative. Pra ndërhyrja mund të jetë administrative tashmë dhe jo ushtarake. Ushtria ndodhet atje. Duke parë të vendosmërinë dhe duke parë interesin e Trumpit dhe interesin e Shtetit Bashkuar të Amerikës që ato burime natyrore që ka Grenlanda dhe që janë të nevojshme për nevojat ushtarake amerikane, të cilat bëjnë bazën e nevojave ushtarake amerikane, janë disa burime natyrore, metale të çmuara, të cilat aktualisht për nevojat ushtarake i blen nga Kina dhe nesër ka vendosur që mos i blerë nga Kina, atëherë duhet ta marrin në kontrollin e vet të ishullit, ta ketë ajo në kontrollin e saj. Pavarësisht se gjithkush mund të thotë që okay, jemi aleat, por aleancat janë jo të qëndrueshme, pra aleancat mund të prishën në një moment të caktuar dhe ti mund të humbasësh atë garanci që ti mund t'i marrësh këto burime për nevojat e tua. Pra nuk bëhet llaf për nesër për pas nesër. Perandorisë e Shtetit Bashkuar të Amerikës, pra superfuqitë e mëdha si Shtetet Bashkuara të Amerikës mendojnë për 50, 70, 100 vitet e ardhshme dhe jo për 5 ose 10 vitet e ardhshme. Po nga ana tjetër ka pasur edhe një reagim nga kryeministra daneze e cila ka thënë se nëse Shtetet Bashkuara të Amerikës ndërmarrin këtë veprim ose ndërhyrje ushtarake që ju thatë nuk ndodh duke qenë se ka 2 bazat e saj atje në Grenland, por edhe administrative, kjo do të synonte edhe shpërbërjen e NATO-s ta ajo. Ju e shikoni të mundur? Jo, NATO është një organizatë e shkrijuar nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, drejtohet nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, mbahet nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Të gjithë pjesët e tjera të tjerë në këtë organizatën e NATO-s janë thjesht vasalë të Shtetit Bashkuara të Amerikës dhe ushtarë të Shtetit Bashkuara të Amerikës. Çdo lloj veprimi që ndodh në NATO, që nga komanda qendrore e NATO-s, e cila ndodhet në Mons të Belgjikës, edhe është amerikane dhe është në bashkëpunim me komandën amerikane për Evropën. Pra janë në një godinë, janë të njëjtët komandant, të njëjtët zyrtarë. Dhe çdo lloj dokumenti që prodhohet atje prodhohet në anglisht dhe dokumentat e para që prodhohen kanë shënimin no for. No for do të thënë no for forings. Pra nuk i jepen të huajve dhe janë amerikanë që vendosin që a do t'i japin këto dokumenta aleatëve të tjerë të NATO dhe cilit aleat i japin. Pra aktualisht NATO, që kur është themeluar deri më sot, funksionon vetëm se aty janë amerikanët dhe e mbajnë amerikanët. Se del nesër Danimarka ose se del Shqipëria, kjo nuk e prish NATO. NATO e prish vetëm në rast se prej NATO-s dalin amerikanët dhe s'ka më NATO. Për sa kohë amerikanët nuk dalin në NATO, dhe çfarëdo veprimi që të bëjnë, NATO do të ekzistojë. Do të ekzistojë nesër Danimarka brenda NATO-s apo jo, kjo nuk ka asnjë lloj rëndësie. Pra nuk e cënon NATO në këtë aspekt asgjë. 'A jemi drejt një rivendosje të re globale?
Jo, nuk jemi drejt një rivendosje të globale, është që pra Kina është rritur dhe është bërë superfuqi, amerikanët po e kanë kuptuar dhe po e shohin dhe po e pranojnë që Kina është bërë një superfuqi, sepse aktualisht sot nuk bëhet laf për çështje superfuqive ushtarake, por bëhet laf për çështje superfuqisë ekonomike. Dhe Kina është bërë një superfuqi ekonomike, e cila po cënon superfuqinë ekonomike amerikane dhe secila palë po mundohet të garantojë në këtë aspekt të ardhmen e vet për 100 vitet e ardhshme. Pra, Kina pothuajse 90% të materialeve të rëndësishme të botës i ka në territorin e saj dhe nuk kanë nevojë të marrë dhe amerikanët duke mos i pasur kërkojnë që t'i fusin top nën kontrollin e tyre duke pasur territorët e tyre. Pra, secila palë po garanton të ardhmen e saj 100 vjeçare ose 200 vjeçare si superfuqi. Qartë, si e shikoni të gjithë situatën globale sot? Ju mendoni që po krijohen dy fronte, duke qenë se është nga njëri ka Kina me forcën e saj dhe superfuqinë e saj si ushtarake ashtu edhe ekonomike, dhe nga ana tjetër SBA-ja që ka pësuar një dobësim, por nga ana tjetër do që të ndërmarr këto hapa për të qenë në të njëjtin hap me Kinën, kështu e shikoni? Po, absolutisht, kjo ka kohë, kjo ka pothuajse që kur ka mbaruar lufta e shtop, është bërë kjo për arsye se globalizmi e shkatërroi totalisht superfuqinë dhe me ufutjen e globalizmit automatikisht Kina filloi u bë superfuqi ekonomike, sepse gjithë bota për shkak të krahut lirë të punës i çoi gjithë teknologjinë e vet në Kinë. Dhe kinezët çfarë bën? Për 20-30 vjet e morën këtë teknologji, i mësuan gjitha sekretet e kësaj teknologjie dhe tashmë ata, duke përdorur gjitha teknologjitë e botës, evropiane, amerikane, ruse, tajvaneze, çdo gjë tjetër, kanë krijuar një teknologji e tyre e cila po del që është më superiore sa pjesa tjetër, sepse kanë bashkuar gjitha këto teknologji bashkë. Dhe kjo i bëri ata më të fuqishëm. Pra, në momentin që u bën më të fuqishëm, Kina filloi që para pothuajse 20 viteve, filloi ekspansionin e saj ekonomik dhe para 20 viteve Kina filloi me ekspansionin e saj ekonomik duke krijuar atë të krijojmë sërish idenë e rrugës së mëndafshit dhe filloi lidhjet e rrugës së mëndafshit që në atë moment, domethënë që Kina u paraqit si një fuqi ekonomike dhe po vazhdon si fuqi ekonomike. Por Rusia në këtë rast, çfarë roli po mban? Rusia është një superfuqi rajonale, nuk është një superfuqi botërore, është një superfuqi rajonale, është në bashkë me Kinën përbëjnë atë pjesën tjetër të krahut të dytë. Pra, kemi njërin anë e mbulon Shtetet Bashkuara të Amerikës, kurse njërin anë e mbulon Kina me Rusinë. Të dyja bashkë, Kina dhe Rusia janë në këtë pjesën tjetër. Pra, cila veç e veç, Kina ka fuqinë ekonomike dhe diplomatike në gjithë botën, kurse Rusia nuk rezonon dot dhe nuk shpërndan dot fuqi ushtarake dhe fuqi ekonomike në të gjithë botën, sepse nuk i ka ato kapacitete. Por bashkë me Kinën arrin që të mbajnë pjesën tjetër të botës në këtë që sot i themi BRICS ose që quhen Global South, po që në vërtet dikur konsideroheshin vendet e treta. Qartë, zoti Goxha, faleminderit shumë që ishit me ne në këtë hapësirë, faleminderit shumë për gjithë analizën tuaj dhe shpresojmë shumë që mos kemi trazira kudo në botë. Përveç se këtyre që janë aktualisht, të tjera nuk ka për të pasur, ato kanë për të qenë të vogla, kanë për të qenë rajonale, po jo ndonjë përplasje globale. Qartë, faleminderit shumë.